Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendimin të nësi takonet me Allah subhanahu wa ta'ala, të ati përgjohëm që të lavdoj dhe të bëgët dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazhjeda. Të ndodhë lezër, në fenë Allah subhanahu wa ta'ala, disa botkuptime, jo vetëm që janë themelore dhe janë qëndrore, po janë të një natyre që çfarë do lloj botkuptimi tjetër që kemi mësuar në fe, është i mangë dhe i botkuptim, nëse se ki morë që këtë qendrën. Për arsye për shembull, na shpesh e vëjmë re, të thonë dikush e ka pas një moment dëshpërimi në jetë, edhe menon për Zotin edhe kthehet. Dikush e ka pas një moment mos përmbushje, menon për Zotin edhe kthehet. Dikush për shembull e ka pas një moment prekje, gjindosje, çka dhe menon për Zotin edhe kthehet. Në cilën do kthim për këtyre formave të kthimit e konsiderojmë që është një fat i mirë. Mirë po, megjithatë e konsiderojmë si një periudhë tranzicioni derisa ti të bëhesh gati për me mujt mi mor ato botkuptimet themelore të cilat mojnë rrugë, se këto s'munën me të mojnë. Për shembull, ideja e zhgënjimit për një mënyrë të jetuar idenë tash, me dalë të tjera, kjo nuk mundet me të mojt gat. Pse? Se ndoshta ti të dash një zavendësim të plot dhe Islami nuk vjen me ta zavendësu. Për shembull, Islami nuk ka formë të zavendësu jetën e shfrenimit. A është e qartë? Islami nuk ka formë të zavendësimit për shembull të shlumjes së egër në jetë, për shembull, ose në materializëm kështu. Jo, është shumë i sistemum. Çka do të më bëj? Këtë rast njëri duhet me allokat dhe me ulumtu dhe me izbulu botkuptimet themelore mbi të cilat ndërtohet fetaria dhe rrjedhimisht me to pastaj e vazhdon domethënë rrugtimin. Dhe një pikë këtyre botkuptimeve themelore që ne kena spikat në shumë ligjërata dhe kena një seri për këtë azim me këtë domethënie, është domethënia e ubudijes. Domethënia ose botkuptimi ose koncepti i ubudijes. Domethënë që ti je rob i Allahut, ti je i nënshtruar, ti je nën urdhra. Ti nuk mundesh me dalë prej, domethënë, sundimit edhe urdhëresave dhe ndalesave të Zotit tan. Nëse arrin me kuptuar që ekzistenca jote është e tillë, domethënë kjo realitet jo, ti je origjinal te robëria. Në moment që ti nis mos me vepru si rob, po me kriju një lloj sovraniteti, apo? Edhe ti mu vetë për vetveten dhe jo mu vetë, domethënë ai i cili të ka sjellë në ekzistencë, ti del te një koncept falso. Dhe rrjedhimisht me koncepte falso, fetaria jote ka shumë gjyrime falso. Nuk e ka absolutisht as mënyrë minimale fuqinë për me mujt me nejt gat. Mësye, ndoshta shpesh dikush thotë, unë atë shokin që e kam pas në ditët e para të udhëzimit, ai shumë më shumë se unë ka sakrifikuar në fe. Edhe ai ka devijuar dhe po kam frikë mos po devijoj. Unë tham, ki gabu se ti jetë mat me sakrificë, feja nuk mat me sakrificë. Se ka dikush, që ashtu ja ka sjellë Allahu fejan, nuk e ka me sakrificë, në një sakrificë të madhe. A është i qartë? Për shembull, një vëlla musliman për shkak të udhëzimit e kanë nxjerr pi shtëpis. Një motë muslimane shkaku i xhabit e kanë kërcënuar me nxjerr pi shtëpis. Edhe kjo e cila është kërcënuar me dal pi shtëpis shkaku i xhabit pas disa viteve devian për shembull. Ti thua, kjo çfarë sakrificë ka bëu për Shamian, sot me deviju? Po mundet me deviju. Se nuk është botkuptimi i sakrificës ai që të ma. Për shembull, ai ka pasën sprovat Abdullah ibn Umeri pas sikur të Omerit, nuk i ka pasur konë natyrshme se Abdullah ibn Umeri u rrit në Medinë, prind muslimane kështu më radh, shumë më. Me po çka ka bëu edhe Omerin edhe Abdullah ibn Umerin të dy sahabi të vërtet. Çka i ka bëu të dy? Sakrifica e Omerit në Mekë dhe kërkimi i dijes së Abdullah ibn Umerit në Medinë, jo, ka këtu diçka përtej kësaj. Cila pjesa e përbashkët ose numëruesi i përbashkët ose emëruesi i përbashkët që i ka bëu këta më kon me të njëjtat vlera për me nejt me një fetari shumë të frytshme. Vlera e përbashkët e këtë ty në konën, botkuptimi i ubudijes, thjesht nejna bin, nejna robër. Neve na ka sjellë Allahu në ekzistencë, na ka vë renin edhe sistemin e të jetuarit, jetojmë me çast sistem të Allahu subhanahu wa taala, i nënshtromi Kur'anit të Sunetit, domethënë nuk kena alternativë kundrejt asaj që ne ka dhënë Allahu, i kryjmë obligimet, i shmangim mëkateve, jetojmë domethënë me urdhëresat e Allahu subhanahu wa taala, edhe prismi shpërblimin e Allahut, e prismi ringjalljen, e prismi xhenetin. Edhe prismi shpëtimin e Allahut me na shpëtu pizan në xhenemit. Kush jeton me çike çasje në ubudijes, që ti je rob, ai ka një tjetër fetari. Mirë po, çasja e ubudijes është shumë e gjatë. Edhe kush do mu xhanu mund të kthy te seria, është një varëmësimesh që e kena marrë pikërisht me disa vllazëni këtu. Mirë po. Është një lloj ubudie që kisha pas dëshirë me juve me trajtuesat. Nuk e kam trajtuar diku tjetër dhe kisha pas dëshirë të jetë mësim për juve. Quhet ubudijet e tark. Ubudia e lënjes. Ubudia e braktisjes.
Do thonë, ti pse falësh, pse e kryen obligimin, si e rob, apo? Do thonë, ti je urdhëruar. Ti je i urdhëruar, edhe tash ti i nënshtrohesh si rob urdhresës së Allahut dhe rrjedhimisht je duke vepruar. Ka një ubudie të lënjes, nuk bën diçka shkaku i atij që është duke kërku prej teje, domethënë në nënshtrim. A kuptot? Të lumt që i ki kallzu Allahut që je rob, duke i bë veprat. E ki kallzu Allahut që je rob duke lënë diçka për Allahun. Dhe kuptohet faza fillestare e kësaj është tek braktisja e mëkateve. Faza fillestare ose fundamentale e kësaj është braktisja e mëkatit. Domthon, braktisja e mëkatit nuk është vepër në kuptimin e bërjes, është mosbërje. Domthon, mos pi alkool, në këtë rast çka shatu thotë, është mungon një vepër. Mirë po, mungon vepra, po është nënshtrimi i bindjes që ti po e lëni diçka për Allahun subhanahu wa taala. Dhe shpesh njerëzit i japin vetës notat nalta të fetarisë me vepër dhe jo me mos vepër. Për shembull, e keni bënë për shembull, njëri mirë është, mashallah, jep. Allah e rujt, është shumë zemër gjanë, shumë i këpritës për dostat e vet, e lëshon dorë. Ti të më fol për pjesën e bërjes, jo mos bërjes. Çfarë thotë Ibn Taymija rahimahullah? Ka thonë dikush thotë biselefit. A'malul birri yef'aluha al-barru wal-fajir. Thot veprat e mira i veprojnë edhe njerëz të mirë edhe njerëz të këqij. S'ka njeri të keq që nuk e ka asnjë vepër të mirë. Mos jot. U kom faraon, po është përmend për shembull që i ka respektuar prind. Okej? Thot veprat e mira i bëjnë edhe njerëz të mirë edhe njerëz të këqij. Thot wala yaqdiru ala tarki al-ma'asi illa siddiq. Thot mirë, po braktisjen e mëkateve e ka të pamundur përpos ai që e ka punime. Se këtu ka braktisje, këtu s'ka veprim. Këtu ka, domethënë, braktisje. Dhe unë sot nuk du me fol për mëkatet. Nuk du me fol për mëkatet për arsye se këtë temë e kena trajtuar dhe besoj edhe hoxhallarët e tjerë ku mësoni edhe ndëgjoni. Mirë, po janë disa argumente fetare që kisha pas dëshirë me citu për me ardhur deri te çka do të thënie. Domthon ekzistua ka në fe një shkallë fetarie, një shkallë e vërtetimit të skllavërisë son për Allahun, duke u koncentruar me lënë diçka për mi kallzu Allahut që na jena rob. Me lënë diçka për mi kallzu Allahut që jena rob. Jo, shembull që më nuk janë harame. A më janë evidenca profetike për me tregu si po të kuptojmë. E që pastaj ndonjëherë në jetë, kur ta shef shembull, nuk jam keq unë me do ibadete. Nuk ka shumë fritshmëri, nuk kam shumë rezultat. Ose me do gjinoja nuk jam. Mundesh më kon të një etapë e fetarisë që do të më vërtetue ubudien tonë nëpërmjet lënies, nëpërmjet braktisjes. Ski pasë braktisja është sakrificë. Më kupton? Me thjeshtësu. Për shembull, ti i ke disa shokë. Disa i ke shumë të mirë, disa mesatarisht. Po këta janë mesatarisht ose dobët, ti e di që po i braktise, ja bën çefin babës. Këtë rast tregon dashni, respekt, sakrificë, shumë çka. E kuptove? Ose për shembull, ka një diçka fjala bie për shembull që e irriton bashkëshortën tonë. Në rregull? Ose anasjelltas gruaja e di që bashkëshortin e irriton diçka. Edhe ajo është absolutisht një diçka këtë normale të njerëz. Po thjesht natyra e tij e irriton. Kultura e tij, prardhja e tij, ka gatishmëri për me e lënë. Ka gatishmëri për me hjek prej rendit të jetës. Ka gatishmëri, kjo pala tjetër a shton respektin? Shton se e ka vërtetuar nëpërmjet lënies, jo vetëm nëpërmjet, domethënë, bërjes. Dhe inshallah kemi studiuar disa hadithe, thjesht për me kap si po të kuptojmë edhe her pas here me aktivizuar fetari. Pse? Se donjëherë në fe ki mulot të bë vepra. Mi po kanë herë nuk i nevojë hiç mulot. Veprat i ki, elhamdulillah, ki me bë ibadet duke e sforcu domethënë e lënjes. Veç që nuk je të bë diçka, je duke afruar Allahut subhanahu wa taala. Shonoj Imam Tirmidhiu prej Muadh ibn Anas radhiyallahu an, vetë Imam Tirmidhiu thotë që hadithi është hasan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men taraka al-libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdir alayh, da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'us al-khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulal al-iman sha'a yalbasuha." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush heq dorë nga rrobat e ekstravagancës,
Domethënë rrobat që ty të bëjmë u dallu pe këtë dynjës. Me shpërfaq madhështinë tonë, bukurinë tonë kështu më. Thotë kush heq dorë prej rrobave të ekstravagancës. Dhe këtë e bën në shenjë modestie për Allahun. Wa huwa yaqdiru alay. Thotë ai ka mundsi, nuk e lë për lek. Nuk e lë se nuk i rrin mirë. Nuk e lë se, domethënë, është ngop, prap çefi ka dhaj çat far forme mu vesh për shkak. Thotë kush heq dorë për mënyrës veshjes, që është shumë ekstravagante, shumë e veçantë, shumë e unike. Dhe këtë e bën në shenjë modestie për Allahun. Allahu në ditën e gjykimit, kur mbledhen krejt krijesat, ka me thirr në praninë e krejt krijesave, thotë zgjidhni cilat rroba të imanit pido për mi vesh tash. Cilat rroba të imanit po do mi vesh. Na për shembull na e kena pjesë fetaris mu vesh bukur, mu vesh elegant, xhumoja kësana, po. Mirë, po kjo nuk ka kufi, domethënë mënyra për me investu në duke është e pakufishme. Ka njerëz janë rob të kësaj pune. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ta'isa Abdul Qatifa." Qofti pa fat robi i kadifës, o kom brand kadifja para 1000 vjetëve, apo? Njerëz kanë vujt, u vesha me këtë brand, nuk u vesha me këtë brand e kështu me radhë. Edhe sot domethënë na e kena një gjenerat e re e cila lumturohet çka vesh, pikllohet çka nuk vesh. Mos e qartë. Imagjino Dënia ndoshta kena dëshirë me u stabilizu njerëzve këtë temë mbas të disa botëkutimeve të tjera. Po ndonjëherë do të kishte mjaftuar me thonë e vllai. Ky fiksimi jot ka shumë ulshun këtë çef, okay? A kupton se ky për shembull, kjo mundet pak me të arrit menën. Mundet pak me të dog vetja opton më shumë se sa je. Le për Allahun azza wa jall, ditën e gjykimit, në prani këtë krijesave. Pse është përmend kjo prani këtë krijesave? Se veshja me një formë që ti krejve më jamur vëmendjen, thelbi çka është me rëndësi. E tash thot Allah azza wa jall, sikur të thot, a e injorove ti vëmendjen e syve të njerëzve në tokë, e tash unë keq ta krijesa, ishti me të këshir tyje se ti ke bë për mua. Ki lën diçka për mua. A e kuptot? Ubudiyat at-tark. Robnia, skllavëria që vërtetohet nëpërmjet lënjes, nëpërmjet braktisjes. E shënon Abu Daudi dhe Imam Tirmidhiu, dhe vetë Imam Tirmidhiu thotë që hadithi është hasan, për Muadh ibn Anesit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kadhama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidha, da'a Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamati hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ain ma sha." Thotë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kush e gëlltit hidhrimin, kush e gëlltit pezmatimin e tij, ndërkohë mllefin e tij, ndërkohë ai është i plot fuqishëm me shfrym. Thotë Allah subhanahu wa taala e ka më thirr këtë njerëz në ditën e gjykimit, ala ruusil khalaiq, para syve kokave të gjithë njerëzve, këtë kanë me po. Edhe më thon zgjedh për cilave hyrive po do domethënë me pas. Keni vëmendjen këtu të hadithi, sërish i thot para kreve. Pse? Se ti diku ku e ki gëlltit, arsyeja që të ka munu gëlltitja u kon se ki dal para syve të njerëzve që ti je i dopt. Ati ki pas forcë, domethënë me shfrym mllefin tan, me shfrym hidhnimin tan. Ki mujt me ndëshku, ki mujt me hidhnu, kujt ka dikush ta ka shkeni drejt. Edhe ai është një njeri shumë, domethënë i pabarabartë me ty. Domethënë ti 10 herë më i fuqishëm se ai je, qoftë me dënu financiarisht, qoftë me dënu me fjalë, qoftë me ignorim, qoftë nëse do me degradu shoqërisht, këtë mundesh më apo. Thu, s'pja bëj asnjëon. Po e lë për Allah. Po e lë për Allah subhanahu wa taala. Domethënë, ndodh ndoshta për shembull këtu në klasë një vëlla për shembull ta ignoron një pyetje tonën ose ta bullizon një diçka tonën. Edhe ti mundesh domethënë me bë për kërkon hiç. Më thu jo. Unë merr një moment me bë çka ti ibadet. Cili ibadet? Ibadetin që realizohet, ubudia që realizohet nëpërmjet lënies. E shohim Muslimi pe Abu Hurajra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Ma naqasa sadaqatu min mal." Nuk e pakon sadakaja pasurinë. Sa do të jepsh, numeri në aspektin matematikor, kjo apo dhënia nuk kupton pakim. Na kena akide që nuk ndodh kjo. Domethënë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja nuk e pakon pasurinë. Thotë, "Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Edhe kushdo që fal, Allahu jep krenari. Kushdo që fal, Allahu jep krenari. Domethënë, kudo që ti je sipër dikujt, prej te puna jote, prej te studimet e tua, prej te ndoshta kolegët e tu, deri te familja jote, kudo që ti je më sipër se ata. Edhe vjen situata që është, domethënë,
ti me ndëshku ose mos me ndëshku, edhe ti parimisht koncentrohesh mos me ndëshku, heq dorë për ndëshkimit, fal, kjo vetë se ka më të shpërly me, domethënë me krenari. Se e ki adhuru Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet ibadetit të lëndjes. Këtë rast ki lënë çka? Ndëshkimin edhe domethënë ashpërsinë me dikë. A shënojmë Buhariu Muslimi pe Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Kana ar-rajulu yudayinu an-nas." U koni njëri i cili e ka pasën zakon që ju ka dhënë njerëzve borxh. Ju ka dhënë njerëzve borxh. Thotë: "Wa kana yaqulu li fatahu idha atayta mu'siran fatajawaz an." Edhe aty në shëptorëve të vetë që i ka pas, robërve të vetë që i ka pas, i ka thonë, ku të shkoni mi morë borxhin filanit, fistekut, nëse e gjeni që i ka renat ngusht, thuj borxhin i kitë faltë. Shko me ly borxhin, i ka renat, merja, si ka renat, të gjawaz anu, mos u meni me ta, thunë ju kry, shnosh. Thot, la'alla Allaha e jetë gjawaz anna, se qështu po du Allah me më trajtu mu. Aty ku si kom renat unë, Allah me ma falë. Aty ku kom gabuar, Allah më fal. Aty ku nuk kom dalë në ren, Allah më fal. Thot falaqi Allah fatajawaz an. Dhe kur e takoi Allahun, e gjeti që Allahu ja kish fal këtë gabimet. Me çka ka fal Allahu këtë gabimet? Me faljen e borxhit? Nuk është thelbi të falja e borxhit. Është ubudia e braktisjes, ka hek dorë për një drejtës vet. U kon drejta e tij borxhit, ai parat e tij janë kon. Po ti ki hek për Allahun, ki dash mi kallzu Allahu që i rob, se për shembull ti pa besu se Allahu ç'lën bereqet, pa besu që Allahu ta kompenzon, kjo nuk bëhet. Po çysh e ki vërtetu, shembull ti kush thotë unë besoj fuqishëm rrezikun e Allahut. Apo? A unë tema akidës me besu në rrezikun e Allahut. Kush është Razzaq? Allahu. Po ç'e vërteton ti se e ki fuqishëm? Do të marrë kësi situata, te sadakaja, te falja, te kjo. Domthon, me ubudien e braktisjes ti e vërteton që ti po me ki këtë akide. Me ubudien e braktisjes. E shënojmë Buhariu, pe Abdulrahman ibn Aufit. Në ditë i kanë sjell, e dini, Abdulrahman ibn Aufit ka qenë pisave më të pastër. Në ditë është sjell ushqim Abdulrahman ibn Aufit. Edhe mos ia kanë shtruar ushqimin, ka qenë domethënë pe ushqime më të mira, ka thonë kështu thotë: "Qutila Mus'ab ibn Umair wa kana khayran minni, falam yujad lahu ma yukaffan fihi illa burda." Thot para se më ngushim thot Mus'ab ibn Umair është vra, ka qenë më i mirë se unë. Edhe kur e kena varros, me ze kena gjetë një pelerin për me mbulu. Wa qutila Hamza aw rajulun akhar khayrun minni falam yujad lahu ma yukaffan fihi illa burda. Thotë është vra Hamza apo një tjetër, edhe ai u kon më mirë se unë. Dhe kur e kena varros, me ze kena gjetë një pelerin për me mujt me mbështje. Laqad khashitu an yakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina ad-dunya thumma ja'ala yabki. Edhe pastaj ka thonë, po kam frikë mos na janë përshpejtu të mirat e kësaj dynjaje. Mos kom marr të mirat, mu përshpejtu mos mu privu në ahiret. Edhe pastaj ka filluar me kajt. Ka ardhur vetë Imam Buhariut, ka thonë kështu: "Wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana." Thumma ja'ala yabki. Thot po kam frikë ato punë e mira që i kena bëu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos ina të morë si shpejt shpërblimin pin dynjas. Na ka më shumë shpërblim për ahiret, gjithë të mira, gjithë kjo jetë. Thumma, thot, hatta taraka at-ta'am. Në atë moment tha la ushqimin. Këtë rast, çka është filozofia Abdulrahman ibn Aufit? Domthon, ç'ky reflektimi jam, gjithë të mira, gjithë to begati. A jam për shpejtim, as jam për shpejtim, e ka menu që një formë për formë me e shpërfaqe për një mejë shqetësum, thonë, merrni këtë ushqim, jepni çka thonë s'jam të hangër. Ka dash me vërtetu shqetësimin nëpërmjet çkaje? Nëpërmjet braktisjes. E ka braktisë në atë moment, domethënë, ushqimin i jep se si ka hangër. Po me e vërtetu që për një me kjo temë të munu. Jo thjesht ban, domethënë thjesht llaf, sa për domethënë me bani, domethënë një muhabet. E shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi son nuk është sahih, Sheikh Albani menon të kundërtën. Prej Humeid ibn Hilalit, ai prej dy prej sahave, bi Qatadas dhe Ibn Ahmas, tregojnë që ata e kanë takuar një bedavi i cili e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë për dorë dhe i ka thonë: "Innaka lan tad'a shay'an ittiqa Allahi illa a'taka khayrun illa a'taka Allahu khayran min." Do dije se nëse e le ti një diçka për Allahun, nëse adhuron Allahun nëpërmjet ubudiyes së terkit, të lënjes, nëse e bën për Allahun, e synon Allahun, dije ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allah ka më dhënë diçka më të mirë. Diçka më të mirë
se sa që ajo domthonë është e kilonën për Allahun subhanahu wa taala. Tash, një pjesëve të fetarisë, ndoshta kush i ka ngut dersat me vëmendje, ka vënë për shembull, insistoj çdo domethënie fetare me këshir me gjetën ku janë sahabët, edhe pse sahabët, edhe çysh e kanë bërë sahabët. Një pjesë e fetarisë që neve na duken pa kapshëm sahabët, sepse ti mendon, sa recati ka folë natën 8, çdo një fali 8. Ti nuk mundesh me mbrigaren me numra. Mos i qartë. Se 8 që i një njëri zemrën aty edhe 8 që i njëri që zemrën e kotit tjetër nuk është e njëjtë. Po një pjesë e fetarisë që sum pemrrimi të sahabëve është se na si na tulon kur gjaj. Kur gjosin atë lon. Për shembull ti për më mësu sot pak më shumë Kur'an do të më lën diçka. Ti sot për shembull për më kon më i rregull namaz me xhamat do të më lën diçka. Ti sot për më kon më i përkushtuar, për shembull fjala bie me nejt më shumë me fëmijët e tu do të më lën do sa në tjera. Domthon duhet me instalu në mendsinë tonë që fetaria jon nuk kompletohet pa lëndje. Është qartë. Për shembull nëse ti fjala bie për shembull je i qasshëm për çdo njeri që ka qef me pi kafe me ty. Apo? Si në gjendje me long, e ki qefrit, apo një herë në ditë, 2 herë në ditë, ku di më shka. Kjo vëllajm ka me të kushtu, në familje, në jetë, në shnet, në shumë shka ka me të kushtu. Në orarë, në punë, shumë shka ka me të kushtu. Në hënë ti dush me eduku që jeta lyp me instalu këtë vlerë. Vlerën e lënjës, shumë shka dush me lanë, por me morë diçka. Dhe shumë shka nuk mundush me morë, pa lanë diçka. Dhe shumë shka është vlerë vërpse e ki lanë. Për shumë, ka shumë gjana që i keni në përditshmëri, braktisja e tyne e rrit 10 fish fritshmërinë e jetës ju, produktiviteti i jetës ju ndron me njëherë, prej të menduarit deri te xhumi, gjithçka ndron. Po gatishmëria për me elan është e dobët. Për shembull, gatishmëria për me elanën shpërndarjen, defokusimin, shpërqendrimin. Për shembull, ti mbrani ore shkon me një kontent fetar, shkon me një kontent humoristik, shkon me një bisedë, shkon me një material që ka të bëjë me shkollën, domthonë i shpërqendruar maksimalisht, sidomos nëpërmjet shfletimit edhe surfimit. Ka qenë kohë, thjesht edukohu, braktisë këtë ide, që më kon shumë më i qetë. Është qartë. Ka sy konsideroj që pardha që kjo vedie mu mbjell tek na. Shumë domethënie fetare janë utopi. Shumë domethënie fetare janë ndoshta disa dhe mund të tingëllojnë sikurse kuriozitete. Ka qenë dikur kështu. Ose ndoshta edhe një pjesë e fetarisë së transmetuar prej selefit mund të më ndodh sikur nëna të zmallon, nuk ka mujt më kon njëri normal çashtu. Jo, një njeri e bën çashtu nëse është kështu dhe kështu, kalon këtë dhe këtë. Kalon këtë, edhe këtë e rrëmisht e ka pasën këtë, domethënë, fritshmëri. Ndaj, po të bu më kthyte ubudia e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pikërisht nëpërmjet lëndjes, domethënë një dyshim. E shënon Ibn Hibani dhe Imam Hakimi, shërbojnë të hadithe sahih, prej Uthman ibn Nahdi thotë kështu. Thotë inna Suhayban hina arada al-hijrata ila al-Madina qala lahu kuffaru Quraysh. Kur Suhejbi ka dashtën me Suhejb e Rumi, apo? Nuk ka qenë me kas. E keni parasysh, arabët kanë qenë njerëz që shumë i kanë respektuar renet e fiseve, renet familjare, domethënë filoni pi familjes fort mos e prek. Filoni s'ka familje, është i qartë. Ne thot, kur Suhejbi ka dashur me bëj hijrat pi Mekës, edhe u nis për Medinë, pa besimtar të Kurejshit kanë thonë, "Ataytana su'lukan, fa kathura maluka indana." Thot ka dal. Ti kur kjo ardhën Mekë, kjo ardhën, do të thoni falimentum, kjo ardhën oni dopt, kjo ardhën i varfër, kjo ardhën pa domethënie. Do të fakathura maluka indana, ti ki bë pasuni këtu. Në qytetrimin ton, qytetin ton, Mekën ton ki bë pasuni. Thot wa balaghta ma balaght, edhe ki mrri, ke çtu pari. Kuptimin që na jena meritor si qytet që na të kena bën njerit madh. Na të kena bën pas këtë e kështu me radhë. Thumë turidu an takhruja bi nafsika wa malik. Do të thotë ti çka s'let po do me dal piktumit, edhe me mor me veti pasuni. Thot wallahi la yakunu dhalik. Edhe kam pas shallon s'u ndal ti. Ka shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Bekri, sahabët ata kanë shku, ti s'u ndal pi Mekës. Gjithë këtë pasuni që do e kipo me neve. Edhe ka thonën Suhejbi, arajtum in a'tajtukum mali atakhulluna sabili, atukhalluna sabili. Thot në rregull, çka më merr me olonën pasunin, a më lshoni ullën çka me çka Medinë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, bëjë. Fa qalu na'am. Po mundesh. Në çket kompromis po, e lekit pasunin që e kipon Mekë. Dyqan, autoritet, reputacion, pedigre, ato, këti kim rritë që të da, i lek këtu edhe hec. Zhveshësh
prej çdo vlere të arritur në Mekë. Edhe ushhidukum anni qad ja'altu lakum mali. Edhe I thot Suhejbi, thot, për ju bëj dëshmitar, shka kom pasuni është, e jemi është e juja. Vesh lomani ullën, mos të mhike hijreti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot, fe belagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rabiha Suhejb, rabiha Suhejb. Edhe I mbrini haberi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe tha, pas ka fitu Suhejbi, pas ka fitu. Me shka ka fitu? Me bërje apo me braktisje? Me braktisje. Me ubudien e lënjes, jo të bërjes. Mirë, po cila është ubudia e bërjes tu? Ubudia e bërjes është hijreti. Po s'u ne ka bëu këtë ubudien e bërjes, pa ja pas bëu ubudien e mos bërjes, e braktisjes. S'ka luftu për me mojt pasunin. Se rrëdhimisht e ka pasë, këtu janë dy opsione. Ose duhet me bëj xhret, edhe rrëdhimisht me lën pasunin, ose me lujt pasunin e mos me bëj xhret. Që I bie shpesh një jetë kametar, do shkollë, do suksese, do arritje, nuk kapën pa e këdor për diçka. Për shembull, ti e do një lloj fetarie që ka shumë zohd. Ti e do një lloj fetarie që ka shumë shpirt. Ka një lloj fetarie që ti e do për shembull që lyp shumë për shpirtshmëri. Lyp shumë në zhytjen teske. Ama në tjetër ti shembull je rrit me idenë ti mu konë në ballin, ti me udhëheq, ti mu konë lider, ti mu ballafaqu me masa, kjo mundet më të përplas. A është qartë? Se këtu ka çetër betej. Nuk në thonë on rregull ose on rregull, kjo çetër tim. A e do kët? E kjo nuk bëhet me kët. A është qartë? Kjo nuk bëhet me kët. Është më thonë shumë e thjeshtë. Ose për shembull, Selmani radhiyallahu anhu. Selmani ka qenë për familje më fisnike në vendin e vet. Domthon baba vetë u njerëz më të autoritetshëm. U koni parë kështu me radhë. Domthon e la autoritetin e babës, familjes, fisit. Krejt I le për më arë me gjetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ose te pejgamberët për shembull, e kena rastin e Sulejmanit alayhis salam, kur bëhet shkak e dashnia dhe habitja me Kuajt, që mik I këndia. Edhe pastaj çka ban Sulejmani sa? Pendohet apo? Po. Çfarë është shembull? I merr dhe I flion Kuajt. Pse I flion Kuajt? Do me vërtetu budin e lënjes. Unë po heki dorë pikë kësaj dashnie. Po heki dorë pikë kësaj dashnie. Domthon shumë I ka dashur Kuajt, duhet me vërtetua me lënje. Është me këtë fikun e fetarit sodit, po mos më të shako dëmpja se puna am ton. Jo vëllai, nëse ti e sheh për shembull që ta ka pushtuar zemrën, për shembull dashnia për veturat, apo? Ti duhet me menaxhu këtë situatë. Se ti bosh rob 30 vjet s'u ndal pikë kësaj pune. Mund ti 70% pasunisë, 70% kursimeve, të fitimit, këtë kimi orientuar çanena. Edhe për shembull, a kena një realitet për shembull, mesin edhe shoqënisë juve, që ata do më thonën, jo ai, gruaja vet, nona vet, baba vet, këtë mundën me shku në haqë farkjera kanë. A të da, lasë në ka bo haqë i farës. Qysh të ka bo haqë i farës ty? Jo se ti je alo të ubudia, dobët e ubudia lënjes. Se ti su ne menon vetën pa një këtë standart të veturja, ama e paramenon vetën me dek pa haqë. A haqë është shtyllë e islamit, haqë nuk është mirë me bo, është shtyllë me vërtetu islamin tanë. Ja ta shembull, shto të pyetja ai, ç'është e mundur ishe vllaznit me mjekra, që I kas një ders, familjet fetar me hijab, ku diun çka, kënina kur s'ka shkon hax. Po shumë thjesht është. Sa ata nuk janë edukuar që duhet me lënë diçka për Allah. Ata e renovojnë shtëpinë çdo 2 vjet, ata investojnë çdo 3 vjet, ata blejnë vetura luksoze çdo 2 vjet. Se ata nuk, domthon aty shëmenon ata, domthon e menojnë kur gjë kësaj dynjoje s'do të më gërvish, e pastaj në krejt komoditet me kry forca Allahut po. A kuptuat pse shumë njerëz nuk mundën me hapërun fe? Se është I pa edukuar me ubudien e lënjes. Duhet me lën për me mujt me bë. Duhet me lën për me mujt me bë për Allahun. Çka ka thënë Allah subhanahu wa taala Sulejmanit masi ka fliu Kuajt? Ja ka thënë erën. Se për çka janë Kuajt? Janë Kuajt për transport. Anta e bën ti çfarë për mua, tash ta hap erën. Është e papërsëritshme, kur kush në tokë mos e ka. Era me qenë shërbim tonin, fryma me qenë shërbim tonin. Ka qenë shërbim të Sulejmanit, sepse është domethënë rregull. Mirë, po vini në vllazni, që kjo është ajo bisedum, nuk bëhen ndryshe vetëm me sy ka ahireti. Domethënë duhet me lan, po, ama duhet me pas sy ka ahireti. Sigurisht se kena rastin e Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, sigurisht se transmeton, ka ardhur në disa transmetime. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalën me shumë njerëz u takue, kush po ma pranon thirrjen, se Kurejshës po ma pranojnë,
edhe të më përkrani me përhap fen Allahut. Disa kanë thonë, po veç ta menu me një vjet, ju ka hik, si janë bëhen ensar. A është e qartë? Se u dash me lëndisha, do kanë thonë, shkojbe ta shoh ata popull jam, a pe pranojnë as pe pranojnë. Të ka hik, nuk përsëritet në kjo histori kurrë në ekzistencë, mu bëhen ensar për së dyti. Bo është ensari një hoxhës, një davetxhijës, ama ensari pejgamberit, u kryma ajo, sallallahu alaihi wasallam. Derisa, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam takohet edhe ju thot lin nuqaba'i min al-ansar, ju thot atynve fisnikëve të ensarëve. I thot tu'uni wa tamna'uni, thot am strehoni edhe më mbrojt prej armiqve. Më strehua edhe më mbrojt. Ata janë kontmëshëm. Don kjo me strehu këtë pejgamber. Që ki do me luftu kejt shirkun këtë vend, i bie. Kina me hek dorë prej aleancës me fiset arabe. Du të me hek. Kina me hek dorë prej mirë shkuesis me mushrikët edhe tregtarët e Mekës. Kina me hek dorë për shumë rahatisë që deni sot i në konë rahat. E kanë ditë ensartë që du të me hek diçka për mu bëjnë ensartë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu na'am, fama lana. Po ja Rasulullah, vetë çka në kundërvlerë të kësaj? Çka nëse na i lojmë krejt, i lojmë kushëritet tonë, shekin atone, i lojmë knena tregtit, miqasit, shumë çka, fama lana, çka ka rezultat? Ai thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el janna. E keni xhenetin. Edhe sahabët kanë një kontratë. Mirë po kontrata piknisin e ka pas me ubudin e lënjes. Tani janë bën ensar. Njëro dash me lën, pastaj janë bën ensar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për fund thot Ibn Qayyim rahimahullah, wa man dhanna billahi annahu idha taraka li ajli shay'an lam yu'awwidhu khayran min faqad dhanna bihi dhanna saw. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, kush do që le diçka për Allahun, e realizon fetarinë e tij nëpërmjet ubudijes së lënjes. Kush do që le diçka për Allahun dhe menon se Allahu nuk e jep një diçka më të mirë, ky ka mendim të keq për Allahun. Ky njeri që nuk e prit më të mirën për Allahut se sa shakalon, ka mendim të keq për Allahun, sikur se Muhammed ibn Sirin thotë, kur më dëgjoj Shurejhin duke thonë, yahlifu billah, duke bë ben Allahun, ma taraka abdun shay'an lillah fa wajada faqda. Çdo mos harami. Thotë nuk ka shans të bëj ben Allahun. Nuk ka dikush që e lëni diçka për Allahun dhe masi e kalon për Allahun, kam i mungu ajo. S'munët me të mungu moja. S'ki me vëm re mungesën asaj që e kalon për Allahun subhanahu wa taala, thot Muhammed ibn Sirini, thot wala ara shurayhan halafa illa ala ilm. Thon shenjo shurayhin bambe me ilm, ai nuk ban muhabet kështu veç me të nxeh. Kështu që besoj që është shumë e rëndësishme, shpresoj që keni përfituar shumë prej ligjëratave të xhallarëve që janë kon akide, fiqh, hadith e kështu me radhë. Shumë është e rëndësishme tash e tutje me e menu një pjesë të fetarisë me e ndërtuar kuadër të kësaj domethënie. Domethënie së lënjes. I le do qefe, i le do gjona të kota, i le do gjona pa lidhje, i le do gjona pa vlera, i le do gjona me pak vlerë, për me fitu diçka më me vlerë. Për me fitu diçka më të madhe dhe gjithherë me konsideru që je në ibadet. Gjithherë je në ibadet dhe në çfarë ibadeti, në një përpjekje me ia vërtetuar Allahut, në një përpjekje me ia vërtetuar Allahut që ti e ke punime me Allahun dhe je rob i vërtetë i Allah subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wa sallam në ubudie që përfundon xhenetin e tij. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.